kokës është një shqetësim shumë i zakonshëm dhe mund të vijë nga lodhja, stresi, dehidratimi, tensioni i qafës apo migrena. Zakonisht dhimbja është e përhapur në të gjithë kokën ose në një zonë të caktuar, si balli apo pjesët e pasme të kokës, dhe mund të shoqërohet me ndjeshmëri ndaj dritës, zhurmës ose të përziera. Ndërsa sinuziti është inflamacion i sinuseve dhe zakonisht shoqërohet me simptoma të tjera përveç dhimbjes së kokës. Dhimbja nga sinuziti ndihet më shumë në zonën e ballit, rreth syve, faqeve dhe hundës. Shpesh rëndohet kur përkulesh përpara. Zakonisht ka edhe bllokim hundësh, sekrecione të trasha, ndjesi presioni në fytyrë dhe ndonjëherë temperaturë. Pra, diferenca kryesore është se dhimbja e zakonshme e kokës nuk shoqërohet domosdoshmërisht me simptoma nazale, ndërsa sinuziti pothuajse gjithmonë ka shenja të qarta të infeksionit ose bllokimit të sinuseve. Nëse dhimbja zgjat disa ditë, përkeqësohet ose shoqërohet me temperaturë të lartë, është rëndësishme të konsultohesh me mjekun. Si që kuptuam dhe përmes insertit, do flasim për dhimbjen e kokës, e cila është një shqetësim që për hir të vërtetës prek pothuajse të gjithë, por her pas here e ngatrojmë me një diagnozë tjetër. Për të kuptuar se pse na them koka, që është shumë e rëndësishme, sepse ekzistojnë dhe shumë teori që ne njihemi me to përmes rrjeteve sociale, a vërtet na them koka apo është diçka tjetër dhe ne e quajmë dhimbje koke, është mit apo është e vërtetë, dhe këto e kemi shumë të rëndësishme. Nëse dhimbja kokës ekziston, cilët janë shkaktarët kryesorë dhe mbi të gjitha si të pushojmë dhimbjen e kokës në rrugët më optimale, pa dëmtuar veten përmes medikamenteve, por jo vetëm. Shumë përgjigje i marrim sot, sepse me ne në studio është profesor Mira Rakasolli, neurologe, e dashur mirë se vjen. Shumë të nësi të kemi. E nisi me këtë mitin që ekziston dhe ne e shohim në rrjetet sociale. A ekziston vërtet dhimbja kokës? Patjetër. Dhimbjen e kokës e kemi përjetuar gjithë. Rreth 90% e njerëzve në botë ka një diagnozë që ka si shenjë dhimbjen e kokës. Çfarë na shkakton dhimbjen e kokës? Dhimbjet e kokës janë shumëta. Do të thonë sot shkencërisht njihen mbi 150 lloje dhimbje koke. Por ato ndahen në dy grupe të mëdha dhe kjo është mirë për të fiksuar. Në dhimbje koke, të cilat janë dhimbje koke primare, quajmë neve mjekët, pra që nuk kanë një shkak të njohur, si që është për shembull migrena që e dëgjuam edhe në insertin, dhimbja e kokës tensive që themi ne, por që dhimbja e kokës nga stresi njihet në popullat, apo dhe dhimbje të tjera koke që shoqërohen me shenja të tjera, si që janë skuqje sysh, rrjedhje hundësh e tjera, dhe dhimbje koke sekondare që kanë një shkak të njohur. Dhe ky shkak mund të jetë një sëmundje e vetë sistemit nervor, pra e trurit, e enëve të gjakut, e nervave, por mund të jenë edhe dhimbje koke, edhe sëmundje të një organi tjetër. Pra ajo që është mirë për të diferencuar është dhimbje koke primare, pra pa shkak të njohur, apo dhimbje koke që flasin për një vuajtje të organizmit diku. Ne kemi një zakon të gabuar, besoj. Sa herë që kemi dhimbje koke, shkojmë dhe pim një kafe. Çfarë i bën kafja dhimbjes kokës? Atëherë, kjo në fakt është një gjë që ka dalë, si të thush, nga praktika, se nuk është aq e gabuar për ata që vuajnë nga migrena. Pra ata që diagnozën e dhimbjes së kokës e kanë migren, një pjesë të tyre i bën mirë kafeina. Sepse kafeina është e përbërës në medikamente që përdoren për të qetësuar krizat e migrenës. Dhe e kanë kuptuar që në mënyrë empirike e kanë kuptuar që po të marrin kafen qetësohen. Por e të tjerë që s'kemi migrenë dhe kemi dhimbje koke, edhe ne te kafja shkojmë. Por nuk besoj që ja pushon. Jo, asnjëherë. Është zakon. Indoktrinimi që i kemi bërë këtij koncepti në vetë. Në veten tonë, po, tamam. Sepse zgjojmë në mëngjes me dhimbje koke dhe pa pirë kafen mos më flisni. Mirë. Pastaj ka një gjë tjetër që ata që janë mësuar të pinë shumë kafe, në ditë nëse nuk e pinë kafe, atër mund t'i filloj një dhimbje koke, sepse është një thirrje organizmit për kafen. E qartë. Interesante, e kupton për kemi problemi. Dhe flasim për sinuzitin. Cilat janë shenjat dalluese që ne mund të kemi sinuzit? Atëherë, teorikisht është kollaj të bërë shenja dalluese të sinuzitit me dhimbjet e tjera të kokës, dhe në insertin që sapo pam përpara fillimit i kishin dhënë shumë të qarta. Por në praktik shpesh ngatrohen, sepse vërtet që dhimbjet e kokës nga sinuziti janë kryesisht në pjesën e sinuseve, pra në ballë edhe në mollzat e faqeve. Kryesisht
ndërsa dhimbjet e kokës të tjera të migrenës për shembull janë rreth njërit sy ose në gjysmën e kokës ose në të gjithë kokën, shumë shpesh gjërat nuk janë si nëpër libra, shumë shpesh ngatrohen dhe gabimisht njerëz të cilët vuajnë nga migrena kujtojnë se kanë sinuzit. Dhe i dhëm kokë, dhimbjet e sinuzitit zgjasin, siç u tha aty. Pra, dhimbjet e sinuzitit nuk zgjasin 24 orë ose më pak, siç janë dhimbjet e migrenës. Dhimbjet e sinuzitit zgjasin disa ditë, përveç shenjave të tjera që i kanë ato rrjedhjet e hundëve ose ato filamentet e tjera të inflamacionit, por jo gjithmonë. Prandaj, përpara se të thuhet që kam sinuzit, pa t'i vësh emrin që kam sinuzit, duhet të mendosh edhe në rastin kur nuk e ke të shoqëruar me këto shenjat e tjera të inflamacionit, duhet të mendosh mos kam migren dhe ajo që ne mjekët e dallojmë përveç ekzaminimit që bëjmë në anën e si të thush të intervistës që neve bëjmë, është që një dhimbje që pushon për 24 orë nuk është sinuzit. Nuk është? Nuk është sinuzit. Nuk është sinuzit. Sepse sinuziti dhimbjen e ka më të gjatë në kohë. Siç u thaj, sinuziti është një inflamacion. Inflamacioni do disa ditë që të largohet. Qartë. E drejt. Plus provave të tjera që bëjnë mjekët pastaj, por vetë individi, nëse i pushon, thot, nuk duhet mendoj që ka sinuzit, se thot piva një aspirin pushoj sinuzit kam uto. E kam kronik. Kronik do me thënë që të vazhdon disa ditë, nuk do të thot që të përsëritet vazhdimisht nga një ditë. Nëse kanë dhimbje koke, kanë edhe të vjella, kanë djeshmërinë ndaj dritës, çfarë është? Nuk e duhet të dritën e fortë tonë zakonisht. Me këto shenja, zakonisht është migrena. Migrena. Zakonisht është migrena. Pra, migrena është një dhimbje koke e fortë, rrase, që fillon pa pritur rufe në qellën e kthjellët të vine, që mund të jetë lokalizuar, siç e thash, dhe syri, mund të jetë lokalizuar në gjysmën e kokës, mund të përfshijë të gjithë kokën. Është një dhimbje koke që nuk e duron dritën, pra të smut kërkojnë gjithmonë errësirë, nuk durojnë dot zhurmën, nuk durojnë ndonjëherë edhe erat e forta në ambient, të mira se të këqija që fshin ato, dhe që zakonisht përkeqësohet nga aktiviteti fizik. Pra, zakonisht ato duan që të rinë mundësisht të shtrirë ose ulur në një ambient të errët, siç e thash, mund të shoqërohet edhe me të përzier të vjella. Kjo është një krizë tipike migrene. Ka migrena të cilat përpara se të fillojë dhimbja e kokës, kanë shenja të tjera që ne në gjuhën tonë i quajmë aura. Për shembull, përpara se të fillojë dhimbja e kokës, dikush mund të ketë një ulje të shikimit, ose një kufizim të shikimit, ose daljen e figurave, domethënë e shkëndijave përpara syve, ose elementeve të ndryshme gjeometrike, nganjëherë edhe të kafshëve, po të kujtosh Lizën në botën e çuditërave, aty ka elemente domethënë të aurës të migrenës. Ndonjëherë ikën fare shikimi dhe kjo është e frikshme. Në pa pritë pa kujtuar ikën fare shikimi, por këto shenja nuk zgjasin kur më shumë se 60 minuta. Pra nga disa minuta deri në 60 minuta dhe pastaj zhduken dhe zakonisht mbasi zhduken fillon dhimbja e kokës me karakteristikat e migrenës. Dhe llojet e migrenës janë të ndryshme, ka domethënë edhe migrena të cilat mundet që ne i quajmë migrena hemiplegjike, domethënë paralizë e gjysmës së trupit. Pra, nga kriza e migrenës mund të shfaqen edhe paralizë të gjysmës së trupit, të cilat me kalimin e krizës zakonisht rikuperojnë edhe ato. Mirë, meqenëse Alba me të drejtë u tregua shumë utilitare dhe për pyetje për kafen, unë kam një pyetje për bashkëshoqëruesin e kafës për neve si shoqëri balkanike, balkanëse, do thoja. Nervat, dhimbja kokës dhe konsumi i cigares. Çfarë efekti ka në të vërtet cigaria në organizmin tonë kur ne jemi me nerva, apo kemi një dhimbje koke, apo është thjesht mit dhe ne e besojmë? Për të pushuar dhimbjen e kokës, në fjalën. Dhe atë qetësimin që na jep. Siç e thash, dhimbjet e kokës janë të ndryshme dhe dhimbja e kokës e cila është më e shprehura në që thashë vuan rreth 90% e njerëzve në botë është dhimbja e stresit, domethënë është dhimbja e kokës e stresit. Në fakt, ai nuk është që substanca që ka cigaria, siç kafja ka kafeinën edhe mundet që ta pushojë, substanca që ka cigaria nuk e pushojnë dhimbjen e kokës. Por është kjo, domethënë elementi i stresit që ndonjëherë njerëz për të stresuar përdorin domethënë cigaren, atëherë ajo mundet që në këtë drejtim, por jo në elementin mjekues siç është kafja. Cigaria domethënë është një gjë e dëmshme për organizmin, kryesisht të gjithë e dim, kryesisht për rrugët e frymarrjes, po ashtu edhe për renët e gjakut, qoftë të trurit, qoftë ato të zemrës, por fatkeqësisht sidomos në shoqërinë tonë përdoret edhe
Dhe përqetësuar nerva dhe dhimbjen e kokës. Po, dhimbjen e kokës që vjen nga stresi. Dhe me sa duket thjesht e besojmë sepse ndikimi real, efekti real është minimal. Efekt real nuk ka. Thjesht efekt psikologjik për shkak kur ke stresin, domethënë është një vend që ti e çliron, si të thosh, një pjesë të stresit aty dhe të duket sikur po bën diçka edhe dhimbja e kokës do të ti. Qartë. Zonja Rakacolli, çfarë ndodh? Ndonjëherë ne na serviren shumë lajme që lidhen me trajtimin e migrenës, parandalimin, shërimin, po mirë të diskutojmë gjithmonë me profesionistë. Një nga lajmet e viteve të fundit ka qenë që botoksi mund të parandalojë migrenën. Sa reale është? Është e vërtetë. Është e vërtetë? Kjo është e vërtetë, kjo nuk është mit, kjo është e vërtetë. Por ka botoksi, do me thonë tashmë, nga që përdoret gjërësisht të gjithë e dim, që vepron aty ku bashkohet nervi me muskulin, si të thua shë blokon veprimin e nervit tek muskuli. Dhe kjo është arsyeja që dhe muskullit relaksoni dhe kemi ato efektet pozitive që na pëlqejnë. Në dukje. Në dukje, në mungesë në rrudhave. Në migren? Po kështu edhe në migren pengon rrugët e transmetimit të dhimbjes. Vetë truri nuk dhëmb, vetë truri. Dhëmbin enët e gjakut edhe nervat të cilat i nervojnë ato. Kështu që botoksi duke bllokuar rrugët e përçimit të dhimbjes, si të thush, përdoret edhe për parandalim e migrenës, por ka indikacionet e veta, jo çdo lloj migrene dhe jo mund të trajtohet me botoks. Pra, mjekët, do me thënë, ne mjekët kemi ato guideline tona, protokollet tona, kur këshillojmë që mund të përdoret migrena për parandalim në krizave dhe që janë ato pikat specifike ku duhet injektuar botoksi për të arritur këtë rezultat. Qartë, serem të njëherë publikun, cila ka sekrecione, sinoziti apo migrena? Sinoziti. Sinoziti ka sekrecione. Sinoziti ka dhimbje për rreth vendeve ku janë sinuset. Për të bërë një serim publikut, disa kura popullore që vinë nga mjekësia alternative me pluhurin e farave të kungullit si një shërues i sinozitit. Besoj keni parë në praktikën tuaj që për të çliruar sekrecionet përmes rrugëve të frymarrjes hundës kryesisht merren një pluhur i farave të kungullit. Kur që ka efekt apo unë jam neurologe dhe në praktikën time nuk jam marrë me këtë pjesë sepse kjo është si të thosh në specialitetin e mjekëve otorinolaringolog, ata merren me këtë gjë. Por që do me thënë në praktikën time për sinuzitin, pra se për dhimbjet e tjera të kokës, kam parë të përdorur me sukses për shembull avullin me gjetedafine. Avullin me gjetedafine, do me thënë të cilën e bëjnë ju këshillohet atyre që vuan nga sinuziti për ta bërë mbi një enë me ujë të baluar që vjen avulli dhe me mbulimin e kokës që avulli të shkojë gjiti, do me thënë në hund, ai po që kam parë të këshilluar nga mjek otorinolaringolog edhe që ka funksionuar. Parave të kungullit dërë tash me të drejtën nuk e kam dëgjuar. Zonja Rakacolli, ne ju falenderojmë shumë për këtë bisedë. Kënaqësi që i dham disa këshilla së bashku dhe gjithmonë bëjmë mirë të besojmë profesionistëve dhe ndaj sollim disa mite për të diskutuar së bashku. Faleminderit shumë edhe ndoshta është edhe vendi këtu për të dhënë një mesazh tani në kohën e inteligjencës artificiale, ne mjekët përballemi shumë me të dhënat që merren nga ChatGPT-ja. Unë do me thonë, ato janë shumë të mira për informacionet të përgjithshme. Po, unë do të shfrytëzoja, do me thonë, për të bërë një apel, që te ChatGPT-ja mund të bazohemi mbasi kemi marrë një diagnozë nga mjeku për të marrë më shumë informacion. Sepse informacionet që përpjekjet që bëhen nga pacientët për të vënë diagnozë përmes GPT-s nuk janë reale. Dhe shpesh gabojnë sepse ka dhimbje koke të forta që ChatGPT-ja të thotë që të marrësh një barë, një kohë që mund të jetë një hemoragji dhe që duhet të dojë urgjent që ChatGPT-ja nuk ta jep. Prandaj duhet të drejtohemi një herë tek mjekët për dhimbjen e kokës dhe pastaj të marrim informacion mbi ato që thotë mjeku. Faleminderit shumë. Faleminderit se bisede. Mirë, publikut i themi, bëjmë një shkëputje të shkurtër përmes një siklete dhe bëuni gati se zonja Florenca na pret.